Forma që për përmeni tash, kjo shumë pak e njohën të muslimant, është hak. Adin që shban me lutë Allahun Azugjel me këtë formë. E lutë Allahun Azugjel me veprat e tua, për shembull. I fal 2 rekate, ose e jep një sadaka, ose e ban një vepër të mirë. Edhe tash i thua Allahut Azugjel, Allahumme, në qofë se qaja vepra jam që e kom ba, qaj salat që e kom fal 2 rekate, ose qaja sadaka që e kom dhanë filanit, ose qaja ndihma, ose qaja fjale e mirë, ose qaja përkrahja jam që e kom ba atina, në qofë se qaja u kanë veç për hirtanin, edhe ti e din a u kanë për hirtanin ajo, në qofë se u kanë për hirtanin, një mami Rabbel Alamin, për shkak se e kom ba qatë vepër për hirtanin. Do më thanë, është si kur i thua Allahut Azugjel, unë ju munue me i ba 2 rekate për hirtanin e Rabbel Alamin. Tash e lypi e kërkoj ndihmën tane, e kjo lejohet me ba, kjo është e mirë me ba. Do më thanë, e lutë Allahun Azugjel duke i përmen veprat e tua të mira që i ke ba për hir të Allahut Azugjel. Sa herë ki vështërsi, e lutë Allahun Azugjel, për shembull thu, Allahumme, nuk ku mujt me shkun haqë, ama ti e din që kum pas qep gjithmonë me shkun haqë. Ose e përmen një vepër që e ke ba. Allahumme, unë nuk ku mujt me ba këta, nuk ku mujt me ba shumë, ama 2 rekate i kum falë. Edhe këtu ju munu për hirtanin me i bara ja Rabbel Alamin. Kështu që një mam ja Rabbel Alamin se ju munu këto 2 rekate me i ba për hirtanin. E lusëm Allahun Azugjel me na bo për atyne që i bajnë veprat për hirt Allahut, edhe lusëm Allahun Azugjel me na fal edhe me na nimu për shkak se na po munohemi me punu për Allahun Azugjel. E lusëm Allahun Azugjel me na nimu gjithmonë.